Mirë se erdhe në botën ku askush nuk është i pafajshëm. Sekrete shqiptare, vendi ku rrëfimet më të thella, më të ndaluara dhe më të pathëna të shqiptarëve marrin zë. Na bëni subscribe për histori të ndryshme. Ka disa momente në jetë që nuk zgjasin shumë, por të mbeten gjatë në mendje. Jo sepse ishin dramatike, por sepse të gjejnë të papërgatitur dhe të zhveshin nga çdo mbrojtje. Një prej tyre më ka ndodhur në shtëpinë e prindërve të mi, në dhomën time, në një moshë kur ende po mësoja çfarë do të thoshte privatësia. Isha mbyllur në dhomë duke menduar se dera ishte me një kufi të qartë. Për mua, ishte një hapësirë personale, një vend ku mund të isha vetëm me mendimet e mia, pa u ndjerë e vëzhguar. Nuk po bëja ndonjë gjë të keqe, isha thjesht në një moment personal duke shijuar veten time. Diçka që nuk do ta ndash me dikë tjetër. Trokitja nuk erdhi dhe dera u hap. Në ato pak sekonda gjithçka u bë e rëndë. Heshtja, sytë e prindërve, mënyra si u ndala në prag pa ditur çfarë të thoshin. Unë u ndjeva e ekspozuar, jo fizikisht, por emocionalisht, sikur dikush të kishte hyrë pa leje në mendjen time. Askush nuk bërtiti, askush nuk bëri skena, dhe ndoshta kjo ishte pjesa më e vështirë, sepse kur nuk ka fjalë mbetet vetëm turpi. Ata mbyllën derën ngadalë dhe u larguan. Unë mbeta aty e ulur me një ndjesi që nuk e kisha provuar kurrë më parë. Përzierje sikleti, frikë dhe një lloj faji që nuk e kuptoja pse ekzistonte. Ditët që pasuan ishin të çuditshme. Prindrit silleshin normalisht, ndoshta pak më të rezervuar. Unë bëhesha më e heshtur, askush nuk e përmendi atë që kishte ndodhur, por ajo heshtje fliste më shumë se çdo bisedë e vështirë. Me kalimin e kohës e kuptova se ajo situatë nuk ishte thjesht një incident i sikletshëm. Ishte përplasja ime e parë me kufit mes brezave, prindërve dhe fëmijëve, mes asaj që është personale dhe asaj që supozohet të jetë e dukshme. Ishte momenti kur kuptova se rritja nuk vjen gjithmonë me biseda të qarta, por ndonjëherë me keq kuptime të heshtura. Sot kur e kujtoj nuk e bëj me turp. E shoh si pjesë të rritjes time, si një situatë njerëzore dhe jo si diçka për të dënuar apo fshehur. Prindrit e mi nuk ishin të këqinj, as nuk ishin gabim. Thjesht u përplasëm në një moment ku askush nuk dinte si të sillej. Dhe ndoshta kjo është ajo që më mësoi më shumë. Privatësia është e nevojshme, por edhe e brisht. Dhe disa gjëra në familje mbeten pa u thënë, jo sepse janë të ndaluara, por sepse secili po përpiqet të mbrojë tjetrin në mënyrën e vet.